Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Vasel Koçekun, 43 vjeç, dhe Claudio Lisajn, 20 vjeç, të dyshuar si autor të vrasjes së 20 vjeçarit Pavlin Preka. Ngjarja ka ndodhur më 20 shkurt të këtij viti në zonën e Gucisë së Re, njësia administrative Rrethina. Vendimi u dha pas kërkesës së prokurorisë së Shkodrës, e cila kërkoi masë më të rëndë të sigurisë ndaj dy të dyshuarve. Prokurori Albert Murça i deklaroi se ndaj këtyre ekzistojnë përgjime ambientale, një pjesë të cilave vijojnë të jetë sekret hetimor dhe që sipas organit të akuzës përbëjnë baza të forta për dyshimet. Mbrojtja ligjore e Koçekut dhe Lisajt kërkoi që të mos saktohet asnjë masë sigurie, duke argumentuar se mungojnë provat konkrete që i lidhin drejt për drejt me vrasjen. Avokatët Arbër Raja dhe Blerim Bashdari theksuan se klientët e tyre janë të pafajshëm. Gjatë seancës gjyqësore të dy të dyshuarit mohuan çdo përfshirje në ngjarje, duke deklaruar se nuk kanë qenë në vendin e krimit dhe nuk kanë lidhje me vrasjen e Pavlin Prekës. Mohime të njëjta ata kanë bërë edhe gjatë marrjes në pyetje nga policia, si menjëherë pas ngjarjes, ashtu edhe 10 muaj më pas. Koçeku dhe Lisaj akuzohen për veprat penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Arrestimi i tyre u krye në kuadër të operacionit policor të koduar Pesha e krimit.